Një moment i ndjerë është parë së fundmi në Big Brother VIP Kosova, ku Fjolla Morina shpërtheu në lot duke folur hapur për sfidat që po përjeton. Mes emocionesh, ajo theksoi se është e vendosur t'i përballojë të gjitha e vetme, pa kërkuar ndihmë, duke nënvizuar forcën e saj të brendshme dhe besimin se e drejta fiton gjithmonë. Mesazhi i saj motivues preku banorët dhe publikun, duke treguar anën e saj njerëzore dhe të ndjeshme, pavarësisht pranisë së vazhdueshme të kamerave. Pas paraqitjes së tyre në emisionin Robi Plaket kur don vet, Nora Istrefi dhe Robert Berisha duken se kanë vendosur të japin një drejtim të ri marrëdhënies së tyre publike, këtë herë si koleg në skenë. Atmosfera pozitive, batutat dhe performanca live treguan se kimia artistike mes tyre funksionon ende. Posteri që qarkullon në rrjetet sociale për performancën e përbashkët më 2 janar e konfirmon qartë. Nuk ishte thjesht nostalgji televizive, por një bashkëpunim real për publikun. Një situatë e papritur ka ndodhur në Big Brother VIP Kosova, ku banorja Alba Pollozhani ka humbur vetdijen, duke shkaktuar shqetësim tek banorët dhe stafi. Ajo ka marrë ndihmë të menjëhershme dhe është transportuar drejt një spitali privat, ku i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore. Ende nuk dihet shkaku i incidentit, edhe nëse kjo situatë do të ndikojë në vazhdimsinë e saj në spektakël. E ftuar në Dalina Show në Andale Media, Fifi foli hapur për marrëdhënien me Flor Mumajesi. E pyetur nga Dalina Buzi, ajo tha se situata mbetet e njëjtë. Ajo i shkruan, ndërsa ai nuk i përgjigjet, duke komentuar edhe me humor. Fifi theksoi se dëshiron kontakt me Florin pasi ai është daja i djalit të saj dhe një mik shumë i afërt shpirtërisht, ndose e ka parë djalin e saj vetëm kur ishte 2 muajsh. Numrimi mrapsht ka përfunduar. Sonte mbrëma në ekranin e Top Channel nis zyrtarisht edicioni i 5 i Big Brother VIP, një nga spektaklet më të ndjekura në Shqipëri. Një mbrëmje plot emocione, surpriza dhe momente të papritura do të shënoj hapjen e shtëpisë më të vëzhguar në vend. Moderimin do ta ketë sërish Ledion Liço, i cili premton dinamika të forta dhe gjëra që do të ndodhin për herë të parë. Sipas tij, shtëpia këtij sezoni do të jetë më e bukur në Big Brother që ka pasur ndonjëherë. Një aventurë e re sapo nis. Gati për transmetim, pa fjalë boshe, pa fjali që s'kan fund.